edhe kredit 6.500 euro kom marrë për me i bleq ato dhanë, kështë më asë shtu, me u këthuj grim fshatit e me bojt parasishtë. Komuna më len pa uj, pa rrym, pa sanë, veç që qështu. Gjomat i shtashti dikon në Kosovë, ose një vend që është më i varë një mo, si jetën pa rrym, pa uj. Ska, hiq. Këta nuk janë normal. Ka 1.000 e sa erë mi bot dëmë komuna, veç pasull në vetë, si se kom që atë sejvë tujtë me vandit. Për shkak që të vadës, po, për uj. Mi pas që aty, po, unë veç me pasull i marka 1.000 euro. 2 herë atëri që tu Serbia në ka shpallë qerdhja terrorista fshati Jasiq. Ose për nëjshi, ku të qohëm edhe herët, këthejna për i qitunhit. O me i bo banesat ka 100 katë, kur mo këtu nuk vije? Kur? Vile gyre jam me lypë marë, qdo dytë e ndetë ka. Unë e pezon, por jam liam rritë që atë, shka për lypë marë ti, kur shki uj, mas pari shki. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Momentalisht jemi këtu në fshatin Jasiq të komunës së Junikut, fshat ky në të cilin banorët që disa vite përballen me mungesë të energjisë elektrike dhe me probleme të ujit. Për më shumë detaje ne do të flasim edhe me banorët e fshatit Jasiq. Përshëndetje i nderuar. A na tregoni problemet që po i keni? Po. Na kemi këtë problem prej si o hap kja rrugë për më shku për Bjeshk. Ne i kanë këput këtu cevat, ne i kanë dëmtu kur nis rruga këtu. Prej asaj kohë 7-8 sa u boni mi pa uj, pasan që jo me shpi, me shoqen, me krejt atje, uj baj me bidon, sa për me pije, për me nevojt shpisën e asish. Ne edhe është tjetë, as kemi as rrym, as san, veç ashtu, shkojmë që ashtë edhe poshtë atje, e shohim. Sa është e vështirë për me bojt uj gjdo det? Unë që 3 mujëm këthuj aty, se na jetojmë shumica edhe poshtë. Na kem dashtë edhe ma heret marrë aty, me bo nej shpi, dishka. Komuna as nga mundë së ujtë, as nga mundë së në rrymë, as ku gjohë, dhe s'kemi mujtë. Unë i kom bo do dhanje ma që një 3 mujë aty a 4, as kom rrymë, as kom ujë, as kom sanë. Duhet me këshyrë te ka vjeshta dikur, në kosë zbonë ku gjohë, duhet me i shritë edhe atu, edhe me i këpi këtu, që komuna shkur trup atër ka në thëtë, me s'hadi mo këtu, në shënë. Këta, qështu po mdo këtë? Do me thonë, jo komplet krejt ujen, edhe për me u pastru, edhe për ujtë peshëm komplet krejt e boni veç me dorë. Po, unë e ma një farë proni që aty është një farë lugi, që tash edhe aty shkujmë, marë ujë që aty sa për nevoja, qështu me bidona. Prej këty në këto, a qa ka ndodhë me këto cevat këto? Këta, kur hap rruga këtu, i kanë këput edhe në metë qështu. Njëjtin probleme kanë krejt fshati Jasiq. Njëjt, tonë. Qka ju kanë tonë në fillim? Imi konë komuni që s'di sa herë, agën kuqi ka qenë atër kërë ka bo këto, për më të sëtë, për më të njeste. Tash është adhe është dishehi, për më të sëtë, për më të njeste, asti sanë, që 4 muj mu, që 10 herë im konë komune, vi sëtë, vi njeste, asti sanë. Nuk merët kush me këtë punë. Këshëm vazhduna edhe me banur të tjerë për me i pyet, a na tregoni edhe ju sa është e vështirë për juve, edhe a ju dohet çdo ditë për me udhëtu? Përshëndetje. Fillimisht emrin mbi emrin. Zes Jasiq që quhem, jem banor i fshatit Jasiq. Faleminderit që keni gjithë kohë më ardhur me na vizitu, me na i kall deri te kemi. Mungesa jonë për që të fshatin ku jemi, kem ujtë e pijes. Qëta ujtë që kemi bo me vetë financim. Gjithë fshati, ku shokon. Dhe më thonë, gjdo që gypi, i ka 4-5 familje që jenë furnizu për gjithë i gypi. Ta është qëta që ke familje shkavim qëtu, s'kem shka me lypë më arë pa ujë. Se ujtë është borimi kryesor i jetës. Premtime në kanë dho komuna se shka të bëhet dëmë, ja u riparojmë. Tash që kanë përgjegjën. A u merë në i kosë me juve? Qitë rrugë kemë shu, pa pare, pa pagesë, pa kurgjon. Edhe pse në kanë bëhet dëmë të mdhaja, s'kem kërku kur farë kompenzimi. Mirë po kem kërku, që ta ujë me na qute në shpi që kem pasë. Kush se kanë mërë për bazë këtë punë. Që so vjetë po përbonni me mungis të ujë? Tash na saksisht nuk e di, veç kjo i ka 7-8 vjetë si o prish kjo ujtë. Asfalti është tru që 4-5 vjetë. Me po këtu ku bëhet traseja mas pari, në fillimin në këput gypat. E nuk o marrë kush më thonë si u prish gypi, rregulloj më na e sanë që këpute edhe li edhe së marrë kush më njëve. Me qka po e boni ujin edhe që shpoja boni që dohet për me edhe me ujtë pishëm edhe më fshat pastru? janë 2-3 shtëpi si banojnë ma shumë pak, mirë po kem fillu pak mi bo do riparime do për më arë me banu, po ujtar duhet me marrë për shembull na kryesisht banoj unë vllave këtu njërin pe njërin gjaku duhet me marrë gjaku vujt me bidona për më arë te Jasiq
jam i qiti kafe, jam i pi, hajsh buk për shumë me pas, shka me pi ujë. Aty s'kemi ujë, s'kem kur gjon, jetë e vështirë, jetë katastrofë. Këta ujë këtu është pej shumë. Këta është, thëmë s'ka ujë ma të shneqëm se buran për rrojës ahut. Ujtë që buran për rrojës ahut është shumë i shneqëm, është shumë ka kalorit mira, edhe ka mërame të lirë, do më thonë është gati 2000 metra, që kanalin që e kemi qelë, dikush ka pagu edhe punëtor me lopata, me kazma, me ato, do më thonë me pare tane atë krejt, e kemi gjutë në fshat, me pas, se fshati si fshati jasiq, nuk ka ujë burime të ujtë. Rrethit fshatit ka bëll, amradhen s'ka. E jemi detyruna para lufte, me qitë qëto, me bo qëtë punë, qëto investime, kështu si tash, i ka dëmtu qëto, na lesi i bo mirë shtetit, që e shumë rrugën, më shku në përbjesh këtë e më zhvillu infrastruktura, po ata në këthyn e me të keqë. Ku në faj, shka në faj, na nuk e dim. Na kërkojmë veç që ta ujmë në që te i kokon të e shpijat. Ju faleminderit për juve, si keni ardhur me marrë tonë këtë rrugë, inshallah, Zoti ju shpërblen juve dhe neve. A na tregoni sa jeni të zhgënjym? Jemi të zhgënjym se që sa vite as një stanson nuk o ndërmarë në këtë problem, edhe pse edhe qeveria para Rushdis që e ka ditë këtë problem, që e ka kriju vetë këtë problem. Edhe kjo nuk o ka ndërmerë diçka për, nuk pëjmerë në konsiderat këtë punë. Apo detyroni çdo ditë për më ardhë me Por na zakonisht thashon në për veti nuk jetoj rregullisht, por edhe kur vi vikende në katon, duhet në gjako më furnizu me ujë për me ardhë më ndajt vikende në fshat. Me çka? Me çka e bën ujin? Me bidona, ja se paketime të fabrika është. Edhe rrugët janë të pastruara, apo? Rruga rruga nuk ka keq, rruga është mirë, ama për me rrymë edhe për me ujë të pijes kem probleme. E për rrymë që shpoja bëne? Me agregata, ja se... Do me thonë që 7 vjetë, atë që 8 vish me agregata. Po kur vim për më ndajt, vetëmi se që mund është me kryj punë është me agregat. Në një shqetësim e kemi. Ne jemi banor të fshatit jasiq. E ka kap në kjo parke nacional, si i thojnë. A shka i thojnë asë këtu? Do më thonë, i thojnë në qafa jasiqit. Pe aty të përpjet në nuk guxojmë një blok, a një thes betonit, a një armatur me pru në fshat më ndërtu dishka. Imi ardhë para 2 javë dite me këtë vlanë, si nuk e dia të regova për një zështojnë, i thojmë një farë dere, me rrathu e borrin, në kanë në rampë ku piqani. A dini si është ndalume me që... Kush ju noli ato në rampë? është policia aty. Ditën rrinë ka herë shumartë, piltartë, po në qatë kohë në kohën policia. Edhe në kanë nalë polici, tha, nuk bënë, tha me në gjithë kur gjo përpjetë. Tha se adini si janë park nacional. E dima si jo park nacional, po është vendlindja janë, është katunë janë, që tu jemi ide rritë, gjysh, e kemë me fletë poseduse, së lejojnë me... Paguin tatimin, për që ato, nuk në lejojnë asë me ndërtu gjo. Unë s'kom tentu hala kur gjo, pa ditë që jenë kohë me vla, me qatë farë derën, në kanë zërë problemën. Çfarë mesazhe kishe pas për fond për krejt institucionet? Për këtë institucionet me ne plotësu kushtet pak më të mira, që ta ujë me na qutej poshtë, edhe me na leju... Domet që na kanë kriju vetë, po. Domet që kanë kriju prej shtetit, prej pushtetit, ashtë për di ku i bje këto, që të dome merë i paru domet e veta, me na këthy në gjenjen që o ko për parën, me na mri ujt të shpija tona. Nuk kem ka lipim kur gjo ma tepër, që ato shka i kem pas, me na i këthyje. Më thonë, ujt e pijes me na këthy, është, kur i kem shu, qëre, krejt këj mal është dom i privati. Edhe kemë shu pa kompenzim, pa kur gjo. Që to bile dhe ne më lënë që do shpenzime. Unë jam Ram Jasiq, i fshatit Jasiq, me banoj në pej, po unë vijt për gjithë ditë, duhet më marrë ujë në pej, ose më shku të qaj hoteli me marrë ujë, problemin më të madhin. Para lufte 10 vjetë e kemë qitë me filanin Simtanin. Kemë marrë argat me pare, me u ka dash me u këjtë, me u plecu edhe aty në kotët. Orë punë ata shkomunja me nga bon tanë, unë që të gjonë s'kom shumë në asi. Edhe rrymen, edhe me rrymë kemë problem. E çfarë arsye e ka pos komuna në fillim kur ja ka fillu për me i bo këto dëmtimet? Po pasha zote veç për mi që të rrugë për punë bjeshës.
se kjo rruga, për më shku në Vjesht, e ka pas shumaria në atë vakt, o konë qëtër ka. E ta është, jo për miro trup, jo pak ma për vutën, mësë më pas për pjeca, o hiqën edhe o botonë që këtë domë. Na që ti mali, ja pagujmë porezin që 50 e sa vjetë, unë e siko e më e manë. Ka sa e pagune këto? Po ta është në varet që shekija. Ne jemi kategori e 6-7 është kështu toka. E nuk është shtrejt pagesa, kështu si është tatimin pronë, nuk është shtrejt. Po që të sot jenë, ne e pagujmë. I përgjigjem shtetit shka t'jenë nevoja. E jo, ta është, na mundohë mirë për shtetin, e shtetin më së ledhë për ne, nuk vëdi ku është arsynja. Jo, unë vë të kalzoj shakun pagu, unë pagu me peja dhe me këtu më ka rogë gati 200 euro. Edhe peja që si e kom placin me shpi, edhe me këtu me malin me krejt 200 euro më ka rogë. Do të ju keni qenë ma herët banor i fshotit Jaseq, amo e keni lëshu veç për që të arsye fshotin, apo ju? Për mas lufte, na jemi metë qërtu. Nëse ja u kishin regullu problemin me ujë dhe me rrymë, a ishit rikthyn fshat? Normal, djali malë për lytë mi bo një grimë shpita, edhe ato asë dojnë me nalon mi bo. Pse nuk po dojnë për mjë lomë? Unë nuk di, jo park internacional, jo që kjo qështu, jo së bënë mi pru këta, jo së bënë... Për një zëstuj, përse na i thumë zëstuj, ja kam shkelë këpër mes me ju prisha borri, e kanë nëllë 4 orë të romë, po. A është tu kanë emërt juve, në dhe pse, apo është në emërt komunës, që ju tojnë është... Jo, në emën tani, no, kjo, na ja paguj, unë i kom 72 vjetë, veç që gjallët e sa vjetë mbaj mamën si ja pagun, ja kem pagu porezin, tatimin që saj tokë, e gjithka. Ne na ka prish, që tu mas shumë t'i bashkë neve, se na imi vllazni, se mas shumë t'i neve që tu mali na ka prish, që atë jo shem krejtë se qaj brylli. Do të thot edhe keni në emërt juvin, edhe nuk ju lojnë me ndërtu shtëpia. Jo, valloj, se nga në lonë. So jeni të zhgënjym? Jo, unë për të masë jam ju zhgënjym. Faleminderit për juve si një ardhë, që të gjohë s'kam shumë e volë. A keni menut që mas luftës në Kosovë keni me jetu ma mirë, junë që si kushta? Po, normal e kom ditë që ma mirë, vile gyre jam e lypë marë, çdo dytë e ndetë ka. Unë e për thomë, po një më liam rritë që atë shka për lypë marë ti, kur s'ki uj mas pari s'ki. Për mua, mas pari është jeta ujtë. Na ka kushtu zotë, disë që ta shku marruve me dinartë atë e marë ka vallaj ku marruve, janë 2 kilometra e gjysa, 3 si e kem qu, na ka kushtu gati 10.000 euro se cilit njeri, 10.000 markë. A kina i mesazh për fond për institucionet? Vesh më në animu komunja që ta është nga ka domë tu, më në qu që ta ujë. Edhe rrymën më në pru më në ka domë. E kom pas djallë në misë Prishtinë, është arë për punë që ati livadhit, edhe qaj livadhë për ishtë sot dhe atë ditë, asë një cevë nuk e kanë shti për me hi djallë i misë mi marë ushqimin ose një drosje e ka aty. Edhe që kjo agioni ka dashtë mi qitë djallë në misë për komunës. Agion kuqi. Edhe qa që unë kënë pa shgëny në ta, e thoni masa nëjna kënë pa drogovisht, e unë kënë hongër me ta. E unë jam shgëny shumë në kënë kuqin për si e bënë që ta hanë. Ta këmur shu tonë kjo tokë, peja siqit. E tek të një livallë bojës në si i thomë, edhe mësë më në një mu bile që ta ujë më në quë, motra jame, kjo është merë më artë pej peje, ose vjen djallë jam pej zvitre, do në marë në katon, nuk ka ujë me pi, duhet më shumë me marë, ose të hoteli mirë të velis, ose duhet me mush gipekin e kjerit me ujë peja, që ka që faleminderit për juve. Ta është të nejmi së të shpia jeme, unë që një 3 muaj e dishka që shtu i kom ble do dhanë, edhe ju kom këthy këtu kështë fshatit, jo marrë me jetu, me banu këtu, që ta është i shkujmë edhe të vatet ato i shuajnë. Njëjtin problem se ku të thash, unë asë kom uj, asë kom rrymë, asë kom sanë. Komuna Junikit, në premtën, hajtë se sot, hajtë se nesër, hajtë se për ta bojmë sot, hajtë se për ta bojmë nesër, që 3 muaj e sa, pa uj, pa rrymë, pa sanë. Unë nuk e di që shjetohet, që ku kom prunë që ata mi mush kështë uj ka i herë. Asa ata si më ka kom ku më shku mi mush, sa i dë 1.000 litra, që me shka punuj, me shka bojmë. Edhe me këta bidonat këto, e boni ujin, a? Që? Tu i marë që atje një farë uj, farë pronja, aso i thishëm në kove, që uj, sa më thonë.
Që është bohen, që? Ka so herë nditje, po ju dohet me shku me marrë ujë, me bojt. Tu jo me la dishka, jo me bo dishka, dhe plus 10, duhet me qu prej këtë ujtë në Renik atje poshtë. Keni parë Renikin ka një gjitë që atje duhet me shku millon ujë. So kilometra i bani dhe atja? Kaj valaj, ka një kilometrë e gjys shlirë, gati 2 me arë të në Renik atje. Apo është problem da zhveras? Po qysh është problem vajte, sa në i kemi dojen tomlit e do, asi se në shas. Bajuj atje, hadelaj, bën. Krejt do me thonë edhe robat e krejt po i lani vish me dore dhe endë. Krejt, që. Edhe që të supë, shtu i madhe e kom bokesh e kom nëjë që asish në asë. A ato i ki produktet e qumshtet, a? Produktet e qumshtet e me ra, me quë, me tana. Do me thonë edhe këto jeni pa rrymë. Pa san, që me shtaka i herë në kërë, me batari, që. Me qëta, që ka bënë? Batari të kërët janë i kërë, sa me boka pak në promje. A po, a? Okej. A të ka ndodhë në i herë për shemull me të dëmtu qumshti ose diçka? Po, Allah i shpesh, bile, ka ras, do 2-3 dit. Se tash më smiqu nesër natit, sontit, krejt që ta prishet. Edhe kredit, 6.500 euro kom marrë për me i bleq ato dhanë, kështë më asë shtu, me u këthuj grim fshatit e me bojt parasishnë. Komuna më len pa uj, pa rrujmë, pa sanë veç që qështu. So jemi tani i dëshprum? Jo, ma dëshprum, unë nuk e di si kakun. Që kjo, as në kohë para 50, as para 70 vjetëve, nuk ka ndonë. Gjomat i shtashti dikon në Kosovë, ose një vend që është më i varë një mohë, si jetën pa rrujmë pa uj. Ska, hiq. Këta nuk jenë normal. Kem edhe të ujtë atje, pave, ne kanë këput zorat, ja u kemi në shu token, ja u kemi në shu bachet, as ju kemi marrë kopenzim, as ju kemi marrë sanë, veç që ashtu. Komuna ta është bënë hajgarë. Unë nuk e di a i ka fojt komuna, qeveria, kush du të mu marë. Unë ja bëj apel komunës ose qeveris, mu marë me këtë punë. Unë nëse teknika, shtatori ose tetori, nuk e mboj një zgjidhe, duhet me i shqit edhe që ato dhanë edhe mu këthuja apet atje. Ate komunave që kanë thot, mes shkani me jetu atë mo. Unë nuk di shka në pytje. Ka so litra qëmsht, për ju dëmtohen do të gjdo 2-3 dhe? 10 litra, 12. Krej do të me gjujt? Me gjujt. Ate kam edhe i problem tjetër, që tu që për fundi çdo vit e mjellë shakopshtin, pasull, ka 1.000 e sa herë mi bët dëmë komuna, veç pasull në vit, si se kom që atë sevë tujtë me vandit. Veç për shkak që... Për shkak që të vadës, po, për uj. Kretu ka Mi dëmtua. pas që aty, po, unë veç me pasull i marrë ka 1.000 euro. Veç pasull, pas sanë tjetër. E tash apo mbjell mo pasoj? Ja, s'ko pesja për i shoj që 7 vjetë, s'kom qësh me mjellë ata, pa vadit, mjellët pasulla. Kretu po të tyrosh do me thonë me ble? Veç me ble, që shtu edhe më naj. Edhe që ka tonë qëtu, si pishe, gjatë luftës Kosovës, krejt Kosova, ora, e o shku, e ardhë, e ka hangër, e ka pi, armatimi, e krejt sanët e në mojë qëtu. 2 herë atëri qëtu Serbia në ka shpalë qerdhja terrorista o fshati Jasiq. E me nalonë kështu, komuna në këtë gjendje, unë e këta zotive i shalla ju vjen ahokësh. Ju keni qenë edhe ish luftetar? Po, ish luftetar, veteran, e plus i denum politikisht e tana. Ja, unë se kom besu si ndollë kjo kështu. Unë e kom besu si kur të vi qëtu, hade javë, 2-3, ndërmarin dishka për uj, ose për rrymë, ose për asishni, as të një sandish. As si së ka mirët kush me këtë punë. S'pa di shka me bu. Unë s'kom tjetër koment. Batë që ta qina të pjesa e deleva që i ki marrë. Po. Unë i kom pa ta vendosi, pa ta bu edhe qëto dele. Edhe erdha kështë me jetu këtu me tu një asiq, po që shpisha nuk o ka da me bo pun as me këtu hiq. Uj gjonë s'ka, nuk im ka di shka me bo. Duhet me prit te i dikur ma vonë te i ka shtatorja, ka tetorja, mësë bo fëcan, duhet me i shqit krejtës, pa uj, pa rrim të dimnit, që ki me bo. Hade që ta shti qënë që atje dikur në Renik ju e po i. Dimnit, ku me i qu këto, ku të bje buë këto, as nuk hecin, as nuk dalin jashtë asan, ku me onë uj, ku me bo zgjidhje. Shtolla për to, a ki? Jo, valaj, qënë soba që aty në shpiku mu ju e. Në shpeki ngu ju dhe ata? E që shja banë për drita, dimrit, që Ku shju gjo, shanë? që ashtu në terë. Në tera, me qka bën dritë? Me nej dritë që si mushet, me që harova me ta kalzu si mushet pe i dillit.
Ndish me dim. Po tash verës mushët, ajo dimnit ajo smushët ku të ftafte, ku të është vrënd. Me kur gjohiq. Që shukon fshati në të kalumen, që shë kujton si Ky fëmijë. fshat ka qenë afër 30 shtëpive, fshat më të mirë e masish në zdi si ka pas kun në këtë Kosovë. Ta është prej mas lufte, na djegi lufta, na prishën, na bon. Lesi na djegi lufta. Po komuna e Junikit, a qeveria, tash a kush i ka fort nuk e di, na ka bo 2 herë mazi se lufta. E pave vetë na kalu pa ujë, na kalu pa rrym, që s'di sa herët kana mashtën, kana genjen, hadi këtu, hadi aty, po, hajtë se u bujmë sot, hajtë se u bujmë nesër. As të një sanë s'ka. Kallëzona pak bacë edhe për të kalumen, ju keni luftu ma shumë nëse mund është për veti me na kallëzu. Na kemi qenë tu, Sa vjeqor ke qenë atë unë kohë? kom qenë diku një 22-23 vjeqarë. Kom marrë pjesë të në luft, deri sa asishnë edhe dikur ka gushtin 98-ës, kom rënë prit në fshatin Hereq atje. Ty kalu asfaltin, prit serbë edhe më konë burg, në pej atëherë, e qështu këtë lufta Sa më ka shtu. vjetë kena i tani ato në bërë? Atëherë kemi najtë në burg, diku një vjetë e gjys, e qështu. A ju kanë maltretu, që ju kanë drejtu, kallëzona pak ma Na kanë shumë trajtu, ata detaje. na kanë qunë atje në policinë Gjakovë, na kanë mojë diku një 2-3 ditë, për aty na kanë qunë burg në pej, maltërtime që si sanë është për ditë, s'kur ata mo. Në fund tani që është pështut. Shtu, patem bu që ashtu i farasishne, patem dhonë dë pare, dë gjithë që shtu në i lidhe në asishne, na paten shu dikon aty këtu në jo. So banur janë konë në fshat në të kalumen, edhe so janë tash. Cilat probleme ka pos fshat në të kalumen? Tu para luftë as ti problem se kemi pas. Para luftë prej që të ujtë e njënik, e qelshim rrugën me kacin e lagojshim borën, edhe urtojshim su blokojshim. I kem pas rrymë, i kem pas uje, i pave cevat e sandet. Për si vje puna, 27 vjeta 8, mas lufte, me në lonë kështu, mus ma ka marrë menja. Kjo s'bën kur qësh me ndollë. Kjo këtyne du të me javë marrë edhe për qëto fjallë që ka i ceki. Po ata marrë s'kanë, s'pëdi shumë jo. E tash so banur jetojnë këtë fshat edhe cila është arsyat që nuk jetojnë? Unë një kushëri që ka është, i ka një 2-3 copa lop jetën. Unë i kom bëjë qëto dhanje marë, qëtu ju kom këthy kështë këtu fshatit me jetu, që shumë ka asha nuk o ka do me bo punë. O ka do me bo lezëm u shpërngull edhe i herë së ku 98-ën, po mdo këtë, që shpisho. Që shë fillon një ditë zakonshme? Fëlloj, ditë zakonshme e pave vetë të shku të i mushuj me qëta bidona ka 10 kila, si ishë në të ju marë me qëto dhanje që si sanësh. Kur qësh? Kur se ki ujtë edhe se ki rrymen, kur qësh iqë? A mjell boshe përveç pasurit që e përmene? Kom mjell boshe, unë dhe i sa kom pas kënin, i kom marrë gjdo vetë që tu ka 1.000 sajrë me pasulle me asisanësh, pesi nga kanë këput seve në ujtë, edhe ato ma kanë dërprej. Unë që tu veç pasull mi mjell, që tu ka 10 matari, ma ka 1.000 ose 2.000 euro pe i pasullit. Po shtuk shumë e pjellshme do me Po, qaq si, veç u i kjo me pas, ati qaq që bë pasullin, si s'ka tokun Kosovë si bën pasullin ma shumë. Pasullin o fjalla. Edhe e din mirë 10 euro ka bu kila pasullit e mira. Po, s'po di, unë s'm ka di, veç me shku në gjukat me i pa dit. S'm ka di, zgjidhje tjetër shka me bo. Ate ku të shkojnë gjukat, du të me i pa dit edhe për do me gjdo vjetë si mi kanë bo. Se për nëshë s'm ka di farë syje me bo. E dimrit me qka ju shen këto Sonën e këto i kositi, qëto livadët, barën e mbledhe, e bëjë, për me ju shqy. Për me ju shqy s'është pikë problemi. Krejt ushqimin e ma këtu. E për ujë që shja bëni për... Për ujë s'po di, veç me tash dimnit ku të bje borë, këto nuk hecin me për borë. Për dimen mësë me bo me mujtë me bo zgjidhe, ose do të me i hek me i shqit, ose do të me bo diçka s'ma di. Apo t'jep shtetit subvencione për Jo, to? se unë i kom bo si vjetë mas pari, si vjetë s'ko mujtë mi kap, vitin tjetër po t'jep. Për si vjetë s'ko mujtë mi kap. Se do të me i pos 31 si mjelen. Nuk i ka kap për pak, po s'du me bo ashtu falë, që i kom qikash, se kom bo. Okej, bac, nëse dënë përmeshtu edhe diçka, liresht. Pasha zotën s'po di shka me shtu. Përmenet që i kje dhe bleta. Po i kom edhe do bletë që tu i kom bo. Nejse, ato nuk është problemi të ujtët, se ato bujnë zhjithë dhe për uje për asishnë. Problemi jam është i bëj apel ose komunës, ose qeveris, ose kush e ka këtë punë, ndorë me na bo zgjidhje për që tuj edhe për që të rrymë. Ose për nëjshi, ku të qomë edhe herët, këthejna për që tuhit. O me i bo banesat ka 100 katë, kur mo këtu nuk vije. Kur? Edhe që tash me bo vakia me dështua. Sa të s'kom shka me lymë mo. Edhe e përmanda me dha tjenel të kemi edhe problem tjetër, këtu e kanë nuj far plaka atje poshtë në rampe, kanë bo kështë si park nacional.
Park nacional, mreshat i kom ble, për ma me bo të rishtën e dhanë, rëthojën, se këtu ka dhe gjentega, shumë ka uq, ka rusha, ka gjithë shka. Më kanë bo problem, jo ku e ka i qënë, jo ku si e ka i qënë, si e ka i qënë për bjesh, ka të unë i fshati, shpia nuk o park nacional. Që shë shpia park nacional, unë ja paguj tatimin komunës, për që të shpi pa jetu në ta, e pagu tatimin, hala pa jetu. Ti do me thot tatimin, thot komuna, ha të paguma, po unë me ta në e shujtë me të një mu gjo nuk muna, që shke kjo? Unë s'po di çfarë arsye kjo s'ndoll kom. Jo, edhe i kallëzovan, edhe komuna ka bo, tash ka bo qeveria, ka bo komuna, ata vetë kanë bo këtë dëm. Ata kanë mujtë s'ka qelë rruga, tu e punu rrugën, tu i kalu cevat në asfalt. Ata shko top na kanë lënë ata ujë, veç po mdo këtë si s'bën, leja u qashtu mos u merrni me ta. Ka sa herë nditje do të më dhon këtu në dele vu. Po i vallaj këto pinë 5-6 herë 10 herë ndit me pas. Po ku s'kan ku me marrë, do të më quj herë tash ma vonë, që tash edhe pak në nik më vonë, edhe mos kam shka më bo. Do të veç një herë ndit. Një herë ndit. E dimret, a është të zërshme? 2 herë do të më qitë 3 edhe dimrit, që është të zërshme. Po që tash merr më manton këtë temperaturë, tash do të marrë 1 kilometër gjysmë me shku në nik më dhon ujë. Tu edhe nuk hecin ku ti kap vapa, ku ti kap shumë zejtit. Ti e pave vetë që s'dalin për hijes. Së më ka di shka me bon. Inshallah veç që bëj apel ja komunës, ja qeveris, ja kusht mundet me na bo qare një zgjidhe për që ta ujë edhe për që të rrymë. Të të gjosimi ka ju dojmë, la. Sa në tjetë ka ju lypim semi. Vetë që to shka për na takojnë. Edhe që to më takojnë, dhe i sa unë mbanoj qëti fshatit edhe mbanoj i komunës unikit, edhe ja paguj tatimin komunës unikit për që të shpi. Edhe e ka obligim komuna unikit me na bo zgjidhe.